falenderoj, salavatet, selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe dërgojmë. Vazhdojmë me kapitullin e namazit tek libri El-Ikhtiyar li Ta'lil al-Mukhtar. Thot autori: La tajuzu as-salatu wa sajdatu at-tilawa wa salatu al-janaza 'inda tulu'i ash-shamsi wa zawaliha wa ghurubiha. Nuk lejohet thot falet namazi as sejdja e leximit të bëhet, as namazi i gjenazës, pra 3 ka përmend, në kohën e lindjes së diellit, në kohën kur ai është në zenit, edhe gjatë perëndimit të tij. Bazuar thot këtë në hadithin e Uqbe ibn Amir el-Juhanijut, se ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka ndalu me u fal në këto kohë. Thotë na ka ndalu me u fal me varros të vdekurit tanë në momentin kur lind dielli derisa të ngritet pak, në momentin që është në zenit derisa të kaloj zenitin, edhe në momentin që është duke perëndu derisa të perëndoj tamam. Hadithin e shënon Muslimi, Ahmedi në Musnad edhe të tjerë. Pra, këtu po përmendet edhe varrosja e gjenazëve, por nuk autori pasaj ka komentu, autori i librit ka thënë nuk është për qëllim në këtë hadith varrosja e gjenazës, por është për qëllim falja e namazit të gjenazës. Falja e namazit të gjenazës. Pra, me fal namaz në xhami, çfarë do të qoftë ai? E para, e dyta, me fal namazin e gjenazës, qoftë varrezat apo të xhamia, s'ka lidhje. Kjo, thot, është ndaluar në këto 3 kohë. Mirë, cili është sebepi për këtë gjë? A kemi arsye? Arsye na tregon po ashtu hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku e kanë pyet pse a kemi ja Rasulullah kohë kur na ndalohet namazi me u fal, thot po, edhe i përmend këto 3 kohë, me qëllim s'po i përmend edhe një herë, mos më vonu, edhe e tregon arsyen. Thot, kur lind dielli, lind mes 2 brirëve të shejtanit, edhe kur perëndon dielli, perëndon mes 2 brirëve të shejtanit. Ndërsa kur është në zenit, thot në atë kohë i shtohet nxehti sikleti i xhehenamit. Allah na ruaj prej tij. Kjo hadithin e shënon po ashtu Imam Muslimi. Te meselja lind mes 2 brirëve të shejtanit, nuk është për qëllim që dielli, si diell, lind mes 2 brirëve, por është për qëllim se dielli ku lind aty vani, ku lind domosdoshmë si rumullak, shkon shejtani mes diellit, diellin e lë mrapa, edhe para ti i ka adhuruesit e vet, ata që adhurojnë shejtanin. Edhe qëndron domethënë që me lind dielli mrapa ti, edhe me u duk sikur po del mrapa brirëve të shejtanit. Edhe në këtë formë ata pastaj adhuruesit e diellit apo adhuruesit e shejtanit i bin në sejdë. E pejgamberi alayhi salatu wasalam mos më përngja adhuruesve të shejtanit ose diellit, e ka ndaluar një gjë të tillë. Përveç thot, illa asra yawmihi 'inda al-ghurub. Lejohet vetëm i qinia më u fal në momentin që po perëndon dielli. Çat ditë që e ka kohën e vet. Shiko. Çat ditë që ka kohën e vet, e nxjerr i qinin që djet ka ik, nëse të ka ik i qinia dje, edhe ti me lanë sot me fal, tu perëndu dielli. Zban me lanë qatë kohë, se fale pak ma herët, 1 orë ma herët, 2. Jo në qatë moment. A nëse i qinia e sodit, jetu e falë, po perëndon dielli dhe 5 minuta, ti ja ke nis me falë, edhe ose ka fillu me perëndu pale, ose është krykret, lejohet kjo. Për çfarë ditë? Pse kemi hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili thot: kush e nxen një recat të ikindis, pa perëndu dielli, ka nxon ikindin. Domethënë, sot s'ke mujt më herët me fal, të
ka me të shumë pak kohë, që është edhe fali shikindin. Fale, edhe nëse veç një reqat të nëza, ato 3 reqat të falë, mas i ka përëndu djeli, s'ka problem, se vapin e kisi me pas zonë komplet i kindin në kohën e vetë. Këto hadith e kemi, që pibjerën se nëson të përëndu djeli, ti ka me ti qindja sotit pa fale, mos thuj let përënda njërë djeli se pejgamberi ka ndalu. Jo, kjo autori, rahmetullahi alej, po thot, ban me fali qenin e që asaj dite, pra arsye se ti ki sevap, apo fal, ki arsyetim. Wala yutanaffalu ba'da al-fajr hatta tatlu'a ash-shams. Gjithashtu thot, masit falet sabahi, namazi sabahit, nuk ban me fal nafile deri të lindë dielli tamam. Për që të hadith që përmendëm. Wala ba'da al-asri hatta taghrub. As mas ikindis deri të perëndan. Nafilet përgjithshme me ba nafile, sipas autorit, pra, bazu në hadithet që i përmendëm, nuk lejohet me fal nafile, namaz e ke fali qenin, prit. Deri të perëndan dielli, kur far nafile nuk duhesh me ba. Wa yajuzu an yusalla fi hadhain al-waqtayn al-fawaid wa yasjud lit-tilawa. Atash. E ka një shtojtës këto. Thot, lejohet në këto 2 vakte, gjatë mas falis sabahit, pa ashtu edhe mas falis e ikindis, me u fal nafile, o farzën fal, që të kanë ik kaza me i fal. Me i fal kaza. Gjithashtu thot, sejdë lit tilawa, me ba sejdë për lexim. Jetu lexu Kur'an, më rinë të ajeti i sejdës, që ban sejdë. Edhe pse është koha, mos me fal namaz. A kuptu këta? Alhamdulillah. Vazhdojmë. Wala ba'da tulu'i al-fajr bi akthar min rak'atay al-fajr wala qabla al-maghrib wala qabla salat al-Eid. Gjithashtu thot, nuk lejohet më fal masi të lind dielli, masi të lind agimi, bi akthar min rak'atay al-fajr, agimi, jo dielli, se gabova. Ka lind agimi, s'ka më kohë për nafile namaz. Tash duhesh më bëj gati për farz të sabahit. Përveç thot, dikunja 2 reqat tolerohet me i fal. Jo ma shumë, 2 reqat. Pastaj, thot, wala qabla al-maghrib, edhe para farzit të akshamit, zban me fal nafile namaz. U morën vesh deri të perëndon dielli. Tash ka perëndu dielli. Çka po hyn? Po hyn vakti akshamit. A me fal nafile, mas i ka hyn vakti akshamit, po thot jo. Para namazit akshamit s'ka nafile. Pse? Tash do ta shohim. Edhe, ose për shpjegoj mas na ike, për arsye që mos më vënu farze. Se falja farzit të akshamit, du të më bo sa ma shpejt. Si pas Imam Ebu Hanifës, sa ma shpejt më fal, mos më vënu as pak. Hiq mos më prit. Për me fal akshamin. Sa është e pëlqyer, apo sunet, më fal akshamin sa ma shpejt. Wala qabla salat al-Eid, po ashtu nuk ka nafile, mas i ka lind dielli, ashtu dielli, po ma herët e patëm agimin, tash dielli, mas i ka lind dielli në ditën e Bajramit, nuk ka nafile para namazit të Bajramit. Po këtu nuk du të më keq kuptu, se nëse ndodhë që ti e ke falë sabahin, ke shku pastaj të shpija dhe i ke vesh robat e Bajramit, ka dhe një orë kohë, ose ke dalë, ke nru abdes, tash ke hinë xhami, a mi falë 2 reqat të hijetul mesgjid, që ke hinë xhami, a mos mi falë normal, i falë. Por nëse jetë të nejtë në xhami, të ngu imamin, është të spjegu ders, në këtë rast, jo, thot, nuk ban nafile namaz, më falë, pa u falë, Bajrami.
ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد في حضر ولا سفر. Medhebin Hanefi pastaj është edhe një, ose më falni, para kësaj, wala idha kharaja al-imamu yawm al-jumu'ah. Po ashtu thot zban më fal kur imami veç ka dal apo ka hyrë në xhami prej shtëpisë së vet për namaz të xumas. Pejgamberi alayhi salatu wasallam e dini ju ka pas shtëpinë gjithë me xhami. Kur ka dalë Resulullah sallallahu alaihi wasallam prej dhomës vet në xhami, direkt ka hyrë në hutbë. Edhe këtu po thot, derisa të falet masi ka dalë imami në hutbë, derisa të falet farzi i xumas, nuk falet apo nuk ban më fal namaz nafile, që i bjen kjo nëse ka hyrë dikush në xhami. Masi ka hyrë imami në hutbë, nuk i fal 2 rekat sunet i tahiyatul masjid i hyrjes në xhami. Por si të hyrë në xhami, ulet. Normal, këtë arsyeton Imam Abu Hanife me faktin se dëgjimi i hutbës është farz, kurse falja e 2 rekatëve tahiyatul masjid hyrjes në xhami është sunet. Është sunet. Ata të cilët e lejojnë edhe e rekomandojnë faljen e 2 rekatëve, edhe pse imami është në hutbë, masi ka hyrë në xhami o fjala xhamati, a mi fal ajo imami ka hyrë në hutbë, ata i arsyetojnë, ky rregull është shumë i vlefshëm, por ata i arsyetojnë me faktin se thonë në kohë të pejgamberit alayhi salatu wasallam, një sahabi ka hyrë çështu në xhami, edhe është ul, duke qenë Resulullah sallallahu alaihi wasallam në hutbë. I ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, "O filan, çu, fali 2 rekat nafile që ka hyrë në xhami, ama fali pak më shpejt, mos u vëna, mos i fal ka daldale." Këtu domethënë kanë arsyetu, për ndryshe logjikisht ajo që është përmend nga Abu Hanifa është sakt, se hutbja është farz e 2 rekat të hyrjes në xhami janë sunet. E para farzit bie suneti. Por këta kanë argument fort veprimin e pejgamberit alayhi salatu wassalam apo urdhnin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë atij sahabiut çu fali 2 rekat edhe fali si më shpejt. Mirë. Edhe e fundit për këtë pikë, pra për kohët kur lejohet me fal namaz dhe kur ndalohet, wala yujma'u bayna salatayn fi waqtin wahid fi hadarin wala safar. Nuk lejohet të mu bashku 2 vakte, 2 namazë, fal në një vakt, në një kohë. Pa marrë parasysh, a je në vendindje apo je në udhtim. Pra me dhejben Hanefi nuk bashkohen namazet. Drejka me ikindin, edhe nëse je në udhtim nuk bashkohen. Mu shkurtohen, ama me u bashku jo. As akshami me yatsin nuk bashkohen, mu shkurtu yatsia shkurtohet, po mu bashku jo. As në udhtim, as në shtëpi. Thot, argument është fjala Allahu Gjelle Shanuhu, inna salate kanat ala al-mu'minina kitaben mawquta. Vërtet namazi është obligim për besimtarët në kohën e vet. Surja Nisa ajeti 103. Në kohën e vet i bjen që nëse ti falësh para kohës, e bjen i qinin të drejka, s'ke bo kur gjë, se e fal para kohës, se cili namazë ka kohën e vet. Atër çka me bo? Me lanë se cilin kohën e vet. Përveç që me i shkurtu ban, me i bashku jo. Mirë, e keme edhe një mesele, thot, është e lejuar, wa yajuzu al-jam'u fi'lan la waqta. Lejohet me i bashku, thot, në praktik, po jo me i shty në për kohë. Tash ka me spjegu. Në praktik, dhe më thonë, ndodhë që mund është me i bashku një namaz me tjetërin, mu duk që e të i bashku, ama ti në fakt nuk i ke bashku. Po çka ke bo? Namazin e drejkës e ke shty deri në fundin e kohës vet, pastaj namazin e ikindis e ke ngut në fillimin e kohës vet. Dhe më thonë njona në fund, tjetra në fillim. Edhe duket sikur më kone e bashkume. Pra, e lën, nëse është ora 3 për shembull përfundon drejka, ti në 2:50 e nis drejkën, pastaj në 3 tamam kryet drejka, edhe veç ka hyrë i qini, edhe që është bën i kametin për i qindi. Pra duket kjo sikur i ke bashku, kjo thot fi'lan,
në këtë formë është e lejuar me, sipas mëdhëbet Hanefi, me i bashku drek e ikindi ose akşam dhe yatsi. Domthon xhamu sur quhet ndryshe, bashkim i dukshëm i jashtëm, në fakt ti secillin jetë fal në kohën e vet. Përveç thot illa bi Arafa bayna adh-dhuhri wal 'asr wa bil Muzdalifa bayna al-maghribi wal 'isha. Thot përveç lejohet me bashku vetëm në një rast dreke i qeni. Marana 365 ditë kur s'ki drejt veç një herë. Ajo është dita e Arafatit, baki një herë në jetë të vjen mundësia me e fal drekën edhe ikindin në Arafat, që aty thot lejohet mi bashku, se ka argument që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vet i ka bashku. Po ashtu në Muzdalife, njëjtën ditën e Arafatit i bjerë në akşam. Në Muzdalife lejohet me bashku mes akşamit edhe yatsis, domethënë me bashku akşamin edhe yatsin. Pra këto janë normal shpejt të përmendura, kohët kur ndalohet me u fal namazet, pra mas faljes sabahit kur ato lind dielli derisa të lind tamam, kur është në zenit edhe kur është duke perënduar. Lutë Allahu azza që të na fal, na përmirësoj, na udhëzoj në rrugën e drejtë. Walhamdulillahi rabbil alamin.